Garda revolucionare e Iranit ka zbuluar sisteme të reja raketore në 3 ishujt strategjik në Gjit, duke thënë se ato mund të synojnë bazat, anije dhe asetet e armikut. Mjoftoi media shtetërore të shtunën. Armët u vendosën në tum të madh, tum të vogël ve Abu Musa, pranë ngushtisës së Hormuzit, mjekor si transporti jetike globalisht. Noftimi së shtunës vjen me Iranin i gatshëm që t'i përgjigjet një letër nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, që kërkonte rifillimin e bisedimeve bërthamore dhe paralajmërimin për veprime të mundshme ushtarake nëse Irani refuzon. Ne kemi një taktik që duhet të armatosim grupin e ishullive ta bëjmë ato operativ, tha Alireza Tangsiri, komandanti detari i korpusit të Gardës Revolucionare Islamike. Ne jemi në gjendje të sulmojmë baza, anije dhe asetet e armikut në rajon, i tha ai televizionit shtetëror. Sistemet e reja mund të shkatërrojnë plotësisht çdo objektiv brenda 600 kilometrave. Të premten udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei sa se kërcënimet e SHBA-s kundër Iranit nuk do t'i çojnë askund dhe paralajmëroi se nëse bëjnë ndonjë gjë të keqe ndaj kombit iranian, ata do të marrin një shuplak të rëndë.